Këtë video do t'ju qoj në një nga fshatrat më turistik ose më piktoresk të Elbasanit, aty ku edhe sot festohet dita e verës. Qëndroni këtu. Çuditërisht sot nuk gjetëm atë trafikun e tmerrshëm sa del në autostradën e Elbasanit dhe këtu jemi tek rreth-rrotullimi I Cerrikut. Nuk ishte as pak e vështirë për ta gjetur, mjafton të ndjekësh GPS-in. Është vetëm 20 kilometra nga Elbasani, por thot që na duhen rreth 40 minuta për të ngjitur, sepse ndoshta nga që është edhe një fshat turistik malor dhe rruga nuk është dhe shumë e mirë. Pra, është e kalueshme, por është pak e vështirë. Nuk dua t'ju tremb, por dua t'jem realist. Kishte disa kthesa dhe tek tuk ndonjë grop që është më se normale për rrugët tona. Ja ku mbërritëm dhe në Gjinar, atmosfera duket sikur është pak e qetë. Në fakt, menduam se këtu do të bëhej nami me festime dhe organizime, pasi vitin e kaluar për ditë vere ishim në Belsh, në liçenin e Marinës dhe ishte një organizim shumë festiv. Fillimisht ndaluam për një kafe në qendër të fshatit edhe për të studiuar pak terrenin, pasi vërtet ky fshat mbart shumë histori dhe traditë. Nëse e vut re nga tabelat në Elbasan që të ftojnë të vizitosh disa kisha karakteristike që gjenden në Gjinar, por mbase një herë tjetër pasi sot erdhëm për festën pagane. Qa ka ndej poshtë? Ka se njerë, pak ka nuk ka. Ka këshu restorant, bar? Jo, s'ka restorant dhe ne. To e fusa sportit. Aha. Nuk ka restorant e të To këtu, po andej më poshtë? Ma një t'i lartë, ke pyruri. Okej. Edhe një këtu. Faleminderit. Kalo të një. Ullëm pim një kafe, po nuk më dihet fare atmosfera e ditës verës. Ose kanë hikur në Elbasan të festojnë, ose kanë hikur fare nga Shqipëria, sepse shumë pak njerëz ka. Realisht kur erdhëm këtu, kur vendosëm të vim në Gjinar, menduam se mund të ketë një atmosferë shumë të këndshme, shumë interesante, me shumë njerëz, festive tjera me radhë. Nuk mund të largohemi pas ditur pak natyrën dhe këtu jemi tek liçeni I Pashtreshit, që duket si rezervuar ose pellgaçe. S'pas ka shumë njerëz sot. Nuk ka, shumë pak. Po pse kështu? Kanë ikë në Elbasan apo? Se di, aja ta në koha. Ka njerë. Se vite tjera ka pas shumë njerë. Ka pas shumë njerëz vite tjera? Shumë njerë, se di vinte veni, shumë njerë. Hajtë gëzuar! Më vjen keq që fshati historik dhe me një kulturë të pasur rurale ka rënë në heshtje në një nga ditët më të bukura të zonës. Me ç'duken Bath të Priftit do përfundojmë në Elbasan. Por jo, vendosëm t'ja japim edhe një shans të fundit, Google-i miku ynë më I mirë na rekomandoi të shkojmë për drek tek Agai. Review-t I kishte të mira, edhe pse unë nuk I besoj verbërisht review-ve, por nuk kishim alternativ tjetër dhe ikim ta provojmë. Është pak larg, 3 kilometra është rruga, po rruga është e keqe. Natyra është shumë e bukur, po duhet të ruajmë makinën. Në mes të pyllit dhe në maj të malit po e shijojmë natyrën pasi rruga besoj se na çon në destinacionin e duhur me ndihmën edhe të tabelave orientuese.
Ja ku mbritëm, edhe pse kjo ditë simbolizon ardhjen e pranverës, është pak freskët dhe dielli duket sikur po luan hapa dollapa me ne. Herë ikën dhe herë del. Ky është edhe agroturizmi, një vilë e vogël druri në mes të natyrës së pafundme, dhe ne zgjodhëm të qëndrojmë brenda. Ndonjëherë për mua detajet janë shumë të rëndësishme, pasi në çdo tavolinë kishte ballokume në shenjë mikpritje. Më shumë se gjysma e shqiptarëve i thon ballokume, ndërsa Matej tha tamam ballakume. Ndërsa kjo ishte menuja, edhe çmimet ishin shumë të lira. Ne porositëm një sallat fshati, një patate, jufka për Matejin, një mesore, pak verë që të mos them gjysmë litri dhe një mish viçi që ishte specialitet i agroturizmit. Ushqimi këtu ishte shumë i mirë realisht, sidomos ky mish i viçit që kam përshtypjen se ishte i gatuar me një salcë ose me një shurup të përgatitur me qep, dafin, aceto, arra. Ishte shumë i mirë. Ishte specialitet i këtij agroturizmi, pra te Agaj. Në përgjithësi të gjitha ishin të mira, përveç tek antipasta, byreku duhet të ishte pak më i ngrënë. Pjesa tjetër është super. Kërkuam faturën dhe na sollën një ballakume, shoqëruar me një vezë të zier, simbol të traditës së ditës së verës. 4.350 ose afërsisht 40 euro për 3 persona. Realisht shumë lirë. Po, që ka turisti im. Mendova se ishte një turist. Can I take a video? Yes. Ja ku po ikim edhe nga Agaj, te Agaj, 1200, rreth 1200 metra më thot telefoni mbi nivelin e detit. Nuk e di se sa e saktë është, po natyra është shumë e bukur, ambienti po ashtu është shumë i bukur, edhe ushqimi ishte shumë i mirë, edhe shërbimi shumë i mirë. E tani ikim të shohim se ç'po bëhet andej nga Elbasani dhe se ballakumet i hëngrëm dhe po fillojnë ca pika shiu. Ja ku mbritëm edhe në Elbasanin që duket si pak lufte. Ardhur në vendin ku është një nga dialektet më interesante në Shqipëri. Are ma, çau ba. Dhe me sa duket, siç i thonë dhe këta vendasit, Elbasanlinë, pra, ose Elbasanasit, kena ardhur mas pilafit, se festa ka mbaruar dhe gjërat po i mbledhin. Ja dhe koncerti ku ka qenë mbrëm, nësa duket po i mbledhin, ose mund këtë patur edhe sot, ja duket dhe mbetjet. Ndërsa vizitën e fundit, ose kafen, do ta marrin tek një nga vendet e mia të preferuara këtu në Elbasan, që është edhe Kalaja.
Dhe nga Kalaja e Elbasanit, kaq edhe për të vlog të radhës dhe bashkë shihemi të enjtën e ardhshme në një tjetër video.